Jena në Katërkoll. Këtu ka lind mjeshtri i madh i këngës popullore Gzim Sala. Mirë se erdhe Gzim Sala. Mirë se gjeta kënaqësi shumë e madhe për mua që vi sot në këtë intervistë bashkë për juve me artistat e mëdhenj të krejt Shqipërisë, Besnik Qinari, gjithashtu edhe Drane Xhaj. Faleminderit Gzim. Atëherë Katërkolla është qendra administrative e anës Malit Komuna Ulqin. Katërkolla me burra zotni, gra soja, me vajza të bukura e djem simpatik. Faleminderit. Katërkolla ashtu është, lagje e Shkodrës mund ta quajmë sepse ne kemi jetuar me Shkodrën gjithmonë, por fatkeqësisht kufini na ka nda, gjyshat ton kanë bërë këtë tregtin në Shkodër, pazarin e kanë bërë në Shkodër. Me bicikleta. Kanë met shumë njerëz ton, vajzat tona të martuar me kënej, por fati kes nda 50 vjet se ka pa vllai motrën se motra vllain. Ni pa mesa e shumë, por ne megjithse ne kemi mbetur jashtë kufinit, ne gjithmonë kemi pa një televizor të Shqipërisë, kur dilte Shkodra, ne gjithu kënaqshim. E vërtet. Mirë se erdhe Gzim Sala në Universitetin në Shkodër, në Universitetin e Këngës Popullore Qytetare Shkodrane dhe Mbar Shqiptare. Këtu, të gjithë këngëtarët e Malit Zi kanë ardhur, kanë kënu dhe kanë bë emën. Ashtë e vërtet. Gzim ju i keni dhënë shumë Shkodrës, por edhe Shkodra ju është përgjigj me shumë duar trokitje. Nuk di si ta falenderoj Shkodrën, ka bërë një mikpritje shumë të mirë për neve dhe na ka dashur neve, megjithse edhe ne kemi pas zëra të bukur, kemi pas artistë shumë të mëdhenj, por fati keq sepse kemi qenë në një vend të vogël, ndoshta ne kishim konkuruar artistat të mëdhenj të Shkodrës, bilbilat e këngës, të mëdhenj të humorit, të filmit, në çdo lëmi, por faleminderit gjithmonë Shkodrës. Shkodra na i ka hap dyret, kemi mësuar shumë për Shkodrës, sidomos unë i falenderohem deri në pikë të fundit, sepse unë e kam punuar shumë me Shkodran, mos i përmend gjithë. Këngën e parë kam bërë Shkodrë 92-shin me të madhin Zef Çoben. Ana Malit është për dieni të disave që ndoshta nuk e din, është krahina e cila fillon te ura e Bunës së Shkodrës dhe marrën të ura e Kolleznës. Dhe me aprovimin e Gzimit, nëse unë thëmë nëse nuk do të kishte kanë Mali Zi që e ka marrë këtë zonët tona shqiptare, pa dëshim ana Malit do të kishte kanë zonë fshatare e Shkodrës. Se dhe me folë, ju prit një krejt shkodrançe. Krejt i kemë shkodrançe. Sidomos ana Malit, na të gjitha i kenë si Shkodra, flasim me shumë tradita, shumë të Shkodrës. Nuk e ka thirë Zoti këtë me folë, këtë e ka thirë Zoti me kënu. Pa të lumë të goja bes, tashti do të ndëgjojmë kolazhin e parë nga Gzim Sala.
E ku mjeni si bukone me shkuve, quvone ka shkove, hajde dhe, quvone ka shkove, pej amore. E unë jam e nisi me dalë në pazare, quvane ka shkove, hajde dhe, quvane ka shkove, pej amore. E për me bileje, e leke me are, qubane, hajde dhe, qubane ka shkove, pej amore. Hajde hona, shtete nga kuqini. Oh, moje mira, oh, mojnë në fajleter, oh, për diçka moj, uno du me dveter, ah, për diçka moj, uno du me dveter. Edhe me të thane, oh për një të molo, o që ta kam dhane, oh për një të molo, o që ta kam dhane. Për një të molo, oh që ta kam e dhane, oh a ke rujto, apo e këngrane, oh a ke rujto, apo e këngrane. Kam rujto, edhe se kam rane, oh e kam shefo, me uliqin në rane, oh e kam shefo, me uliqin në rane. Shpirë e gëzimit, më që u kriju kërë orkestra, unë më thonë të letën beta i shuku me këto vejta muzikore, se nuk janë vetëm ata, pa shumë vejta muzikore. Ju e keni tradit, pa tjetër gëzim këtë.
Normal që e kënë tradit, gjyshi jem është marrë me e heng edhe ej me lahut, gjithashtu dhe baba jem ka vazhdu këtë e hengun me violin, e vazhdova unë tash. Tash ti më falë gëzim, se du me të nërprej unë. Po, Nuk ka kënaqësi më të madhe për një prind me kënu me vajzën e vet. Ti si lihesh kur këndon me Egzonën që është një këngëtare, përveç sa është këngëtare me universitet e shkollume, por është një këngëtare shumë e mirë dhe shumë e mirë pritur. Si lihesh ti si bab? ndihem shumë i kënaqur, shumë i gëzuar, s'di që të thënë tjetër, sepse e ka vazhduar edhe ma mirë se na, ka pas mundësi ne në atë kohë, edhe unë ndoshta kisha kry Universitetin e Arteve ose për kanto, po kem kënë në kushte tjera dhe kemi jetu në vend shumë të vogël për të shku sa më gjatë, sepse ka qenë një kemi qenë shumë të vogël na për me marrë pjesë në atë vend, por vajzës time u plotësu dëshira, e kem pa qysh ka lind 30 vjeçë, aja ka pas talent. Ka vazhdu shkollën tu në Shkodër, ku i falenderoj të gjithë profesorët, drejtorët, kolegë, e konë prit shumë mirë në Shkodër, edhe se regjistroj vitin e parë, shkoj në Gjirokastër me folklorin tonë Turqinit, dhe atje u shpall këngëtarja ma mirë e festivalit. Çmimin e parë vetë atje, i ka kryer 4 vjet në Shkodër, ka vazhduar në Tiranë, ku ka përfunduar për solo këndim, kanto, tash edhe është punësuar në qenë si mësues e muzikës, profesoreshe muzikës, edhe vazhdon edhe në koncerte të ndryshme, në dasma. Aja është e fort në gjitha mënyrët, këndon klasik, këndon këngën e lehtë, këngën e huaj, popullore, liriken, gjitha këngët i këndon, falenderoj Zotin për këtë, dhe i uroj shëndet dhe mbërësi asaj dhe familjes saj, sepse si mjetë edhe është martuar. Si që shihni, jena në shpinë e Gzim Sals, ku na u rezervu një pritje madhështore nga bashkëshortja e Gzimit, një zoj gëru, e cila, në fund, para se me unis, na dha dhe 4 strojca me shega. I thënë, Piloni thashtë më suar gja. Ja, thë, 4 strojca bjena, pa. Kur shojmë në aska 2 kile gjysë, da këtë. Ja, ma, nese. Pa, shkojmë prap. Do t'jo bi prap shega. Tesh na kanë marru shega, Gzim. Sepse janë shega shumë të vjetra, ata janë shega 100 vjeçare. Shegat e para që i konë ardhë, ju nalë nën të malit, e mandej konë vazhdu në Shkodër. Shumë mirë. Ishte kënaqësi shumë e madhe që erdhët në shtëpinë time. Mu ba zemra mal, asa mujtë me pritëm dhe bisedume, po... Nga Shqipni të shti, Faleminderit, ishte atë fotografinë atje. A shëp një atë fotografinë atje, atje është orkestra më e re. Si që shihni, kja është orkestra më e re në tona trojet shqiptare. Orkestër ballë mirë edhe e re kanë fillu ofertat në atrasin. Gzimi me thonë dere dhe nuk dhizej me organizu këtë, që ka përnu me shumë shokë, dhe i bim me shokë, kam shokë tjetër që kam përnu me ta. Atëherë vendos me përfëndimisht që kjo orkestër me kënë vetëm përsynet lejse. Dhe për feje sa. Edhe kja, beso dhe kja varet të moshë. Edhe këna unë shpem, sa ma i vjetë tjetë i t'i banë që netë. Aqë ma shumë marrin da. Apo normal. Tashti do të shihni Gzimin si që nuk e keni parë kur në herë në jetën e ti. Dhe që ta dini jo, edhe ti besë, Gzimi nuk është vetëm këngëtar shumë i mirë, por është edhe aktor i përsosun. Që e shkun ma me dhe me bujarin e jetë më vinë, sa pa i ma betër me ty, sa pa ashtu ata. Si e marë, si që dhe të fëmi, mirë, babën,
Mirë, va, mirë. Ti? Sa ke arë 24, e? 26. A? Ja. Së me shku me të më qëru i marrë. Shma marrë për pjesë, ne? Shma marrë me në, ne? Më koj? Që se ki vore dhe të prangë në pusë. Po? Marrë e. E ko... Ka me paksi me toni. Ka i të punë e sapë. E dhe të latë që këna marrë të pasit me shkadran. Edhe të kërë me të shkaftë. Hajde është i bënë bejë një kjallë, që ka më të nga mërë, se jemë të që mësarë në mërë, që mësarë në mërë, që në mërë, fëtë për ty sa i patat taj kërë që mërë i banë hava ka pare, që i për zërë në mërë i të, a i kam padhët me sëtë një të, që putit në si për latë, që të më që mësarë në mërë, që mërë të. Te gagat la Ramiro, te gagat la Ramiro. Ha? Te gagat la Ramiro, te gagat la Ramiro. Ja, mos kërë e më të e ka po. Mirë po, që thoshë, po s'ka arë mërzimi, shkosh që s'ka rojë me te. Po s'ka arë mërë, alo, e të mërë vërshë. Rritë zë të pensionon. Apo i pleti të muami në dy fjallë, ha? Që është. Dy fjallë, jo, që të të. Nuk që asu në dhe se kanë të zemë po. Rritë zë shqese. Ja, unë mos po të rrajnë. Ja, në rrajnë. Do të mu kujtin ti për të punë. Bujari, që ka thënë bujari, që s'ka rrugë dhe që s'ka pa vëllë në derë. Ja, ka në rrugë, se në rrugë, se në këta i t'i shantirë të rrugë, se të përë shpataronë. Kujtin të punë njërë. Në në e vargu që të dhe. Dhe më nga vështu? Po. Si ke bune e është. Ja, ke bune e të të këna ka nërqinak, që ka që mërqinak, ja i ka pëllë për të sjepë. E të morë, i kësim, zara ka vishë pitem, në shumë Në në e vargu që të zë. Gjurlatë që kam, që më të në pasë. Besh mërë dhe, lera për i, për i, mos si kësë për dhe me shro, që ma ka vishë dhe mërë. Mos ke kësë dhe me shro. Ja, ma për të ty sa të, më sa të përkë i pasë. Që ka më të vëtë, se keni jeti, për se parkush në e punë. Alo? Rëm? Që me kësim sane dhe më fali pak kështu, se ardha të qëtati. Alo? Po ku je mërë burdi? Në vibo, e vjetë. Ta të që të besa unë, mu në gjuti me të bobe këtë dushë. Ja, ke ka bim, falë se për thamë. Që di që ka kenë. Unë me të bonë. Ja, ke ka bim. Mëllë që di që ka kenë. Unë me të bonë të fmi, kam, me në bobe këtë dushë. Ja, ke ka bim. Ja, për më në të puna, atë këtë i fullë. Ja, më është me të jemë të kërë. Ja, Mos pa të gata, se mos pa të gata, i? Mos pa të gata, i mos kështë asë. ja, të mund të fërë të dorë, a i të rëpasi me këtë kapim këtë. Ne po, jërë në zani, në islami, që kina arë në kina arë për para këtu, a ju hojtu se kja arë të këtu. Parë, jërë në që ka bëna në shëtiqë, parë për të taku këtu. Edhe kina taj me të Ramazan islami, i ka thënë, edhe Ramazan islami i ka thënë, në të dje i rëmë, a ki marë që të Ramazan islami marë të jurë. Dhe Ramazan e këtë rasurë dhe snaj dhe të marë me të tikse për të në unë kam marrë të kësim sërë, unë kam më njëri. E të kam më njëri ty? Jo, kam ikë. Hajtë, lërë e që klasun me dhe. Tu më vudu, Që ke mërë? po si që ka mërë? Që ka mërë? Ha, Markësim, që ke? Ku jeti bërë, të 2 mujtë për telefon. Po që ke dhe me, që ke? Jo për telefon ke qitë gjonin ati e Që ka mërë? Ati rrems, ajtë minë mëna i ndorë sa i dorë sa ke kesh. Po që ka mërë? Si me dhënë e ma, unë me marë ati e kam futë edhe në punë ati në Amerikë. Ti ke fundë punë në Amerikët e? O, unë e ti ka, atë kujtohet.
Unë kujton. Unë kam besë ty, S'ke mor. punë me mua, ai Rama s'kam. Cili rrema, mor? Ti Rama ka ka në dyshim, njëna po, tash 20 Rama vjet. ka dyshim 77. Amator pa i. 78% ka dyshim për Rama. Unë Pa më ke dyshim, dyshim 21% për shembull. Edhe ti ke dyshim mu? 21 për Buçani, 21. Ja, këtë Çfarë do të të thotë? Ja, po do më fol me te, unë me bisedoj. Fol me Ramën? Unë kam fol të 10 herë me te. Të marr fol për vetë. Sa kap telefonin, se merr. Që ka pse një numrin tëm. Po ti vetë. Se ishte mujtë ke punë, jo i lyti qa. Ja se ndulë të zonë. Ja. Je urna. Thua dhe. Alo. Ram. Fali ti gëzimit për burrës. Fali për se çadi çka ka për edhe herë. Se Alo. Si më të 2 muaj ti me fol për mua këta biseda, unë kam fol një herë me ty, edhe na marr vesh për këtë punë. E, jena marr vesh për këtë punë, kam fol me Besën, Besa më një, ton njojnë mu ke Shkodra, që e ti fol ti? Pa qfar jahuja satam, tam. Që e punën tome, a je mirë me kam pas respekt math për ty, je 70 vjeç, burë me zonë, e me emen. O gzima, mos shaj nga nën, ha? Po të marr Rama, që Rama. O Ky rema. Pa remet marë burë, pa të të punë një bandë. Pa celularin. E kam dhejtë $100 Nama celularin, ta po $100. Tja celular, po sa të dush. Ka dhe celularin, qe celularin, ha. Celularin. Qëre. Po, qëre, muti më lej ma ta po qëta varë burë. Kjo $100 Pa qëta $100 që shonë të kanë Amarik. Sa kon janë unë kam respekt. Por e jam për $100. Ka një, ma këtë gjithë një ti, ute ma me gjithë celularin. Shive. Si ma, qaj se ma? Ty të më po mua, i ka ty, qa të bëjma, qa, mu këtë punë. Si ma? E hangre, Ja, ma se kom hongër. Tash përbejt më rënë grep sinjala, kënën për qef e jo për hall, je këngëtar artist Gzim Sala me merit mjeshtër i mall. Atëherë, Ben Goxhaj, këngëtar popullor, këngëtar i koncerteve, i spektakleve, i sopës shkodrane dhe i shumë darsmave në qytetin e Shkodrës dhe me gjarë. Atëherë në podcast kishim mjeshtrin e madh Gzim Salën. Mu të nisi 2 fjalë për këngëtarin e mrekullueshëm nga Ulqini, Gzim Sala. Tashi, një përshëndetje për ty, zotni Xhelal. Të uroj suksese në gjitha fushat tuaja. Për me folë për Gzim Salën, duhet një kohë e gjatë, po do ta përshkruaj me pak fjalë. I knof zemra ta njëtën. I mik i mirë, e zoni kur mos i plak. Kaq. Se më folë ma shumë, e prishi. Ma shumë gëzimit e me këngë. E rujt Zoti, familjarisht se është mik i mirë, këngëtar i mirë, edhe i ka tana. Respekte nga unë, personalisht, për Gzim Salën. Faleminderit, suksese Ben Goxhaj. Këtu pranë kemi grupin Diamant, këngëtarin e mrekullueshëm popullor Barspaja, këngëtarin popullor dhe muzikantin Bendemaj. Ne kemi hapur një emision të ri, podcast me Honën, e startuam me Alma Velen dhe tash kemi Gzim Salën. Gzim Sala në podcast me Honën. Ju keni fillu karrierën së bashku me Gzim Salën në vitet shumë të hershme dhe keni marrë pjesë në shumë koncerte, spektakle, brenda dhe jashtë vendit dhe në dasma të ndryshme. Dhe do donim të thëshim 2 fjalë për Gzim Salën, për mjeshtrin e madh. Mjeshtri i madh e meriton një herë emrin. Me mjeshtrin e madh Gzimin kena shumë historina, do të thonë dasmat mrekullueshme që kena bën, aktivitete gjithkund kudo që kena shku, si në Shkodër, si në Ulqin, si në rrethet tjera. Grupi Diamant me Gzimin arriti edhe një kulm, bajagit mirë. Gzimi me të vërtetë është një këngëtar i mrekullueshëm, i fuqishëm, i dashur për njerëzit. Po njëkohësisht kena majtë edhe barkun me dur ka i herë të qeshme të, sepse është edhe pak komik. Pa tjetër. Trëq, a janë gjëna trëq. Normalisht, Gzimi është i mrekullueshëm, një familjar i mirë, një njeri i dashur me të gjithë, sinqerisht edhe
ka një autoritet të mirë. Me Gëzimin kemi punu 15 vite. Me Gëzimin, por punojmë prap me Gëzimin, me grupin Diamant, si ta bordhi, kena kalu jashtëzakonisht bukur. Kena kalu edhe bukur, kena pas edhe veçësitë e veta, i ka punë muzikë, me koncerte, në e rasi kemi harru koncerte që kena vëmë me Jehuna Shkodrës, Shofer Shkodrone, në Kosovë, në Tiranë, në Tropoje, po edhe me Gëzimin, kena kalu jashtëzakonisht mirë, që e përshëndesim, edhe unë e bardhi, suksese gjithmonë edhe Gëzimit. Në rrallë parë të urojmë suksese Ty të modhe Gjilal. Faleminderit. Marrë një nismeni të bukur të ëmbël Troç. Kja fjala Troç është gjë e madhe. Shpejti dëshirojmë edhe grupin Diamant të jemi podcast me Honën. Jeni të mrekullueshëm, urime. Do t'jena shumë shpejt. Suksese shumë. Edhe inshallah këshia e vendesh edhe më të bukura në vazhdim, inshallah. Jemi edhe në prag sofës Shkodrane. Galili ka bua të mëdha eventet edhe të bukura. Faleminderit. Po të përbej pash pereni e ti që mjesi molange po të përbej pash pereni e ti që mjesi molange e ta kam një të moj bukuri qyse t'ka rrit nana ndje e ta kam një të moj bukuri qyse t'ka rrit nana ndjet dola në penxere synin kur ta pash pila i potrak i moj kos mashallah të thash dola në penxere synin kur ta pash pila i potrak i moj kos mashallah të thash mashallah kam thon raki jam ka thon quni ashti vogel për me shku nizam du me shku letras du me shkru oh mërë quno i vogel kush ka me i lezu quno mërë qun maj mirin ka ton mos e pira kine se të bazullon quno mërë qun maj mirin ka ton mos e pira kine se të bazullon e ti gjithë ljivjen du juri e bukuria vjen du ishtu
e ti gjithë një vjen du juri. E bukuria vjen tu ishtu, a mendon se keme vdes dhe ujzi ka për me të vlu. A mendon se keme vdes dhe ujzi ka për me të vlu. O s'punojnë komete, jam të ecë me beryla. O s'punojnë komete, jam të ecë me beryla. O sa e bukur, oh na qen ka gjyla. O sa e bukur, oh na qen ka gjyla. Gjyre sa e bukur je, gjyre sa e bukur je. Rakia, ashtë e myllu në shishe. O, si rakia, ashtë e myllu në shishe. O, ti me jemoj, shega deve dishe. O, ti me jemoj, shega deve dishe. Qyre sa e bukur je, qyre sa e bukur je. Vetëm të kje hona e Shkodrës. Shetit e moj, e pushen malen e koder. Oh, kom shetit e moj, e pushen malen e koder. Oh, sa e bukur, qen ka gjyra në Shkodër. Oh, sa e bukur, qen ka gjyra në Shkodër. Gjyre sa e bukur je, gjyre sa e bukur je. Jalla mor bülbülo, që po kënone në Shkodër. Jalla mor bülbülo, që po kënone në Shkodër. O me ka marrë mali, du me t'pa moj motër. Për me pasë zezën që për pjetëne, aji do që mori. Që po kënon Prishtin, jalla mor bülbülo, që po kënon Prishtin. O me ka marrë mali, për me këno me ty, për me pasë zezën që për pjetëne, aji do që mori. Vetëm të kje hona e Shkodrës.
Jalla mor bülbülo, çipok non piran. Jalla mor bülbülo, çipok non piran. O mi kamar mali, veç për zanin tam. Për me pasë zezën që për pjetë, ai do që mori. Jalla mor bülbülo, çipok non lulsin. Jalla mor bülbülo, çipok non lulsin. O mi kamar mali, veç për ashikini. Për me t'latë zezës që për pjetë, ai do që mori. Përgjeci, pa qa gjithë që miratesh për mu po hi për mundja për më herëshën paret. Alo, urdhna zëtni Përgjec. Pa mas ki marak se e ka marrë njoftimin. Ti njoftë jo një të shtonë, këtë dushti. Pa, e kam i to. Gjdo mu i firma jonë për dhe me dificite. Pronari për lëtë mensh. Shpërdorohet biskota, karamelja, kadaifi, halva, dhe kulmi, po hajt me marri lokumi. Olo marti aty, olo aty mas manjur. Na aty tjetri. Po hajt të ruar punonjes. Njoftim me nënsi. Të gjitha të punonjes. Që kanë hangër halv, biskota, kadaifi, miku zoni. Dhe lokumi, si dhe prodhime të tjera të paraqiten për gjëperën pran infirmjeris, sepse shëqiri ka qenë me një help të fuqishëm. Ba, a thu pa vjen kush më? Salve! Salve! Salve, ma... Mire? Mire, po jo, mire. Drejt mire. Qa kena? Pa di. Hiq. Kalovat në i këtë thashë. A kote? Ashtë të vërtet a i lojemi që keni. Pa. I vërtet. O, Maria, faqet kurabia. O, Maria, faqet kurabia. Sa ka me bukur. Pa. Ta për tematikën këtarit me kënu. Në gjë. Orna. I kalove kote? Unë kote me dhe se, a di se dhe ishta me thamë. Unë dhe shi kurabi kam hangër. Një? Ja me shta për një, s'pa e hargjojmë gjynë panën kote. Kote? Një sa mojnë. Dy. Dy kam hangër. Pse dy? Pa sa? Pes. Pse pes? Po sa? 7, 8, 5 Për të ka dojë këse ndohë me më në shkurta me. Au! Ta hargjaj tani baqë. Vitë me. Au! A dhim tja? Ja me ti, ma të fërë kodhim ty. Ja se var zëtni hanin mal tjetër kujmë, se? Pa ma mirë me hangër nëse populli me. Pa ti në gjemë të fjallë. Nuk a mal pa zëtë kë. Pa, në gjë këto, boni mirë me lajmëru. Me lajmëru edhe ma specit në shqitje këtë mollë se hanë populata. Një të halë ketje, ulla të vas bajnë reakcion. Pejt ulla të. Rria të. Sa dur të rogimaj, a kësha të ja? Ja vetëm ashta ja. Mirë se vini! Mirë se vini! Pa sa bukur e pas keni bëmë, Po s'ka bëhe. Mashallah që më ke bëhe. Sa bukur! Shikja. Orna. Ashtë vë... Pa qa kena i he? Hiq ma hiq. Edhe da hiq ma hiq. Shikja. Ashtë vërtet aja puna atia. Kuj? Diabetit. Pa e vërtet, ashtë e vërtet. Njaja, aja puna tjetër, aja puna. Njaja mo. O, Maria, faqet kurabia. O, Maria, faqet me një shana.
Zemre jeme, a di si është puna? Se unë po kalosh e kohë paqe. Mirë po pashi ishte t'ju ba brumi halës. Edhe qa bane ti? Ja për kryt njërë, se ne kam kërku një fije, vetë sa i fije. Pa qa të dështi me kërku? Pa ti si kontrolore cilësie? Pa cilësia që ishte e gjithë dhe mëj. Ashtu, Edhe unë po kaloshe, për gjejtësi. Po mos ma ka ban prej nadit a i mu, mëj. Prej nadit po me ty, mëj. Po dhe me i fije brum halëve, sa me e kërku si kishte darë. Një fije i kaq? Ja, me i kaq ka kej. Ja, me përra që mësë bëtë marak, një po marak se s'bët gjo. Jo, mëj nuk ka kej një kaq, ja. Jo, mëj ka kej një i kaq nuk kej. A i kaq, ja, besam duket ka kej. Shpejt, mëj, hajtë me të shpejt, mëj. Shpejt se ki maru, mëj, ki maru me tana. Kam lejsa hat laura. Ka dole? Ka dole ta moshet keqen. Mas të bëjnë reakcion, Ka dole. Olo të shatë, olo aty ta e mas bëjnë reakcion. Hello. Pari me të nërse, nuk njërë për gjanë mas ataj mu, Ja, mas ti marak sa si së nuk. Balkon duke tani ta për I këtë puni janë zonë të I këtë. Vi njerëzit për arzmaj, vi njerëzit për respekt. Po ti? Vetë se tërp. Tërp më tërp sa pa. Tërp bal. O Maria, falë gura bia. O Maria, falë gura bia. Vazhdo dhe. Qite mo që krete, Vetëm një kam hangër, maj. Një lakom. Ja me pa për një, s'ka nevoj, nuk ke rrezik për një, ja. Pa një për koken. Koken I po prej, me. Shpejt ma se marove. Ja, me. Dhejte, Ma bara dhe një këtaj, me. Se kanë dë, maj, dë. Ma bara dhe një këtaj, hajë. Një, pa që ki hongë ti, pa një dojnë fabriken? Ja, me, do me hongër prap. Maria, forse de Gorabia. Oh, Mariana, mumi kone tona. Oro të shë kanë bojnë në këtë. Shfarë lupci. Më në raksim. Se? Unë ko fitu trupi I moralitet, me. Nëse në ndo ka zëbit të 30 vjetë, me se për thëmë tërpke. Ej, pronjari. Mas boft, hajë. Ko mas boft, hajë njërë. Ej, la bomba të l'ku. Ko të l'ku në shifet kuji në kalura. O miliona mas I sofë, Edhe pan nomin për I së dhe I 7 kila mësina se pa mundi. Apo ma banë në lërë. Qatë të Apo ma banë në mu. Qatë. Mas në hongër dhe tja. Ese kam gjore në lejtë fatë. Jo, me gjone e Ma ki po fat. Ma që me bëndë shë. Mas që me profesionalizu. A për rribës të mëjnë reakcion. Mas të mëjnë reakcion për presim edhe fatë. Ja, lupci. Përgjithse. Demek se I në pushe. A u leo dhe për që? Qa bojnë ju këtu? Ju kur gjo për i di. Shpet!
babo. Shkeli dormi në kurmaj. Shkon morë. E që bënë mo. Sa dush. Ja me këtë pyta kësho. Se që ki hap. Ma bënë më një. Mërja dhe kë. I profil! E mi che bloche chico, talasa talasa, talasa talasa, oni mieri plasa. E mi che bloche chico, talasa talasa, talasa talasa, oni mieri plasa. Po me pëqësnia, qka po ndon me tyje, si po të zën rakia, papi as një pike. Nuk e di shësnia, shërit moj qike, mu po më zën rakia, papi as një pike. Hajde hona, të madhen besqinari. E mi che bloche chico, hajde pije pije, hajde pije pije, ju kam rone dashnie. E mi che bloche chico, hajde pije pije, hajde pije pije, se pa ty sonrije. Po me pyshosnia, qka po ndon me tyje, si po të zën rakia, papi as një pike. Nuk e di shësnia, shërit moj qike, mu po më zën rakia, papi as një pike. E mi che bloche chico, gërsheta gërsheta, gërsheta gërsheta, se mas te e treta. E mi che bloche chico, gërsheta gërsheta, gërsheta gërsheta, unë mas te e u treta. Po me pëqësnia, qka po ndon me tyje, si po zën rakia, jush pa e pik me pije. Nuk e di shësnia, shërinit moj qike, mu po më zën rakia, papi as një pike. Vashe bukur, mosun gut, e mos luj me mu. Se unë jam një, ka se me lu, e muj me të përvelu. Mos luj me mu, moj në zonjare, se ma do zë zemrë në fare. Mos luj me mu, moj në zonjare, se ma do zë zemrë në fare. E men nga dal, se unë jam një goxha
gogja djal, me nga dal e mori cus, ri rahat e mos me nguc, me nga dal, moj me nga dal, se unë jam një gogja djal, do të luj pak me ty, do të muj det me ty. E mos unë gut, e mos luj me mu, se unë jam një ganë me lu, e muj me të përvelu. Mos luj me mu, moj në sonjare, se ma do që zemrën kare. Mos luj me mu, moj në sonjare, me nga dal, se unë jam një gogja djal, me nga dal e mori cus, ri rahat e mos me nguc, me nga dal, me nga dal, se unë jam një gogja djal, do të luj të be ty, do të muj det me ty. Hajde shkotra! Hajde mali humorit, Peshinari. E moj e mirë moj, në që shkatunit, e po t'vjen era, e sapunit. E moj e mirë moj, në që shkatunit, po t'vjen era, e sapunit. Moj e mirë moj, e katunare, me u dashte moj, e mos vini mare. E moj e mirë moj, e katunare, oh me u dashte moj, e mos vini mare. E moj e mirë moj, syrin si rushi, buza jote, me djek si përushi. Oh moj e mirë moj, syrin si rushi, e buza jote, me djek si përushi. Moj e mirë moj, e katunare, me u dashte moj, e mos vini mare. E moj e mirë moj, e katunare, o me u dashte moj, e mos vini mare. Shaje, sjeti shaje. Hajde ati. Hajde nasi. O, ti se uqini Shkodra. Jehona. E moj e mirë moj, në që shkatunit, e po t'vjen era e limonit. E moj e mirë moj, në që shkatunit, e po t'vjen era e limonit. Moj e mirë moj, e katunare, me u dashte moj, e mos vini mare. E moj e mirë moj, e katunare, e me u dashte moj, e mos vini mare.
Një kë është Artur Madia, lumë Shkodra e lumë Shqipnia. Unë e di mirë që flas, turi vdes për podcast. Vajza gëzimit, Zoti I fali, Një ashtu si Besa dhe Gjelali. me Zotin s'duhet mu I dhu, me t'le vajzë shumë mu gëzu. E re shumë kam gabu. Që me gëzimin s'jam martu. Me gëzimin kisha kene rahat, me t'hiqë në 20 kile në shtrat. O zot, o zot. Njerëzit e kanë marrë vesh se edhe Gzim Sala do t'jetë në podcast dhe pyqin, a keni Gzim Sala në Po podcast? tjetër mërbes, po gëzimin e donë shumë Shkodër. Ja. Mje po ka po përshtime një telefonus shumë. Më thot, parë zëtë, thot, ma pyt Gzimit, thot, me takt. Qëfar regjimit, qëfar djetët ka majtaj, që ka rritë linja, ka që të bukara. Pas mujtë e vesme e tregu me I herë se ti përvojën tonë se çka me po. E kam me qesë se s'ka pyt kush vajtë. Dim. Para disa viteve, kam shku në zyrën e të ndjerit, Puat Nemani, I cili ka kënë kryetari I komunës Ulqinit, ma vonë edhe ministër I pakicave kombëtare, bashkë me Manit 20 që kam pasur qëktar. Edhe I kam thonë gjithë një kryetar, disa artistave të Ulqinit që kanë dhënë shumë për artin, për folklorin e Ulqinit, duhet mi respektu, mi ndaru. Bile presidenti I Republikës, Alfred Mojsiu, është një zëtë një burë, I nuk është presidenti vetëm I Shqipërisë, po është presidenti I gjithë shqiptarëve. Edhe të vlerësor disa figura, I kam përmendur atëherë Recep Abbazin, vallëtar I famshëm ka kënd, Fisa Sanaga, kompozitor I mrekullueshëm, ky Shaban Gjeken, Shemso Hasanagen, edhe tjerë. Gzimi ka kënë I ri atërë, nuk ka mojtë unë për Gzimin atërë. Ka që ishte të tyra jame, si Shkodron, si artist Shkodron, edhe si thonër Ulqinit. Po, ëndra gëzimit bes u realizu, sepse presidenti I Republikës I akordoi titullin e nalt, mjeshtër I madh në vitin 2022, falenderoj presidentin e Shqipërisë atëherë, zotëri Ilir Meten, por falenderojmë shumë I masht për të fjalë që tha Besa, sepse ja ka shtin mend edhe kryetarit komunës, si Besa ashtu edhe shumë artistë tjerë shkodran, na konë marrë neve, kemë marrë pjesë në koncerte shumë të mëdha, sidomos kur kemë shku në Tiranë ose në për festivalet të ndryshëm, edhe ato I falenderoj shumë ato të kulturës, Ministrisë Kulturës, që konë patë unë dhe me kanë thirrë për të bërë mjeshtër I madh. I falenderoj shumë. Mund të mbyllim I tesh, po unë sot kam qef me mbyllë dhe pa një vlerësim tjetër. Ti ke martu dërë një anë të në Shkodër, e në Katonë dhe Shkodës, në Ulqinin, në Karajë në anë e malit. Ke martu. Por, aja që të ka dhënë, ma shumë pikë ty, thëmon, as sofra shkodrane. Shumë. Që organizohet nga Jehona Shkodës me presidentin Gjenerali Halili. Unë me dhej se ti ke fitu pikë parë në Shkodër, po edhe në sofra ke fitu shumë pikë. Shumë kam fitu, sepse nuk është sofra shkodane ka ba gjithmonë me artistat më të Shkodrës, me artistat që I kanë njohur 7 milion shqiptarë, kudo që ka shkel yshi, kudo ta pyesim kush është besinari, si në Maqedoni, si në Kosovë, si në Vlorë, ato njohin. Për mu ka kënë knasi që të ullëm një sofrë me ta, ama edhe të interpretaj. Aty e falenderoj edhe publikun, por sofra shkodrane ka një emën shumë të madhë, që aty s'ke nevojës me kënu se këtënon populli vetën, edhe kërcejnë populli vetën. Një falendim shumë të madhë për Jehonën e Shkodrës, e cila si mjetë festoj 25 vjetorin, dash Zotit të festoj shumë tjerë. Ornor Samale, Gjenal Halili. Atëherë do të japë një mirënjohje këngëtarit të mirënjohur Gzim Sale nga Ulqini në këtë motivacion. Certifikat mirënjohje I jepet Zotit Gzim Sala për kontributin e shmuar në rujtje dhe promovimin e këngës shkodrane dhe asaj ulqinake, me zërin, pasionin dhe përkushtimin e tij ka mbajtur gjallë traditën muzikës shkodrane dhe ulqinake. Dhe vlerësohet për pjesëmarrje në gjitha sofra shkodrane,
dhe pjesëmarrën në podcast me Jehonin. Regjisor Bestik Qinari, Mjeshtri i Madh, producent Xhelal Dalili. Gzim Sala, Egzosh. Dhe sa më shumë koncerte. Shumë faleminderit dhe suksese. Me kënaqësi, ju falenderoj me zemër, faleminderit për gjithçka. Jehonin Shkodrës ju uroj gjithmonë suksese. Gjithashtu edhe emisionit të ri me artistat që po i ftonin nga gjitha treve shqiptare. Ju uroj sukses atyre, gjithashtu edhe juve, sepse një reklam është për neve artistat, një derë re, kur bisedojmë për jetën tonë, për karrierën tonë dhe për artin. Faleminderit Besnik Qinari edhe për ty mos u plak shkurt e të paqim sa malet. Ti si gjovon kënaqësi tana sofa për Shkodrën. Këtë metodën ti që e bën popullin për veti me gjylfet tuja, dhe në zonit që pa zonë. Po normal që zonit. Po s'kishe volë në rrugë, mos e Po normal. Por, a i vlerësimi bëj madh është më dhe nej presidenti që Mjeshtri i Madh, edhe më bukur se kaq nuk ka se si mbyllet ky podcast. Me këtë vlerësim kaq të madh. Jo, podcastin do ta mbylli unë jam mysafir juvi, e kam përgatitur special një këngë për Jehonin e Shkodrës dhe për podcast. Ju falenderoj gjithëve, ju dua shumë. Të nera me artista ta shele dera për koncerte gjithmoni pari ty të lumt o djalë Shkodrani. Se ke besen ti më të parin. Hajde Besqinari. Jena mledh jena të bu, na e në Shkodër kongë me këllue. Ka shqipiriti për shenet po Kërejtu licini